A është Dembele Shqipëria, Alma? Si? A është Dembele Shqipëria? Jo, nuk është Dembele Shqipëria. Shqipëria është një vend në një zhvillim marramendës. Pra, ka njerëz që punojnë, ka njerëz që prodhojnë. Absolutisht. Ka njerëz që duan të menaxhojnë më mirë. Ne thjesht nuk kemi koordinim. Ne nuk kemi menaxhim qendror. Ne nuk kemi menaxhim qendror. Pse Alma i duket vetja të gjithëve më i mençur se tjetri? Po. Kjo është smunja këtu? Nuk e di nga se buron kjo gjë, sepse... Po, si s'ka zot none që i ven më rreshta, se kuptoj unë. Si është puna, rreshtit të ne, që nuk vjet kush në rresht? Mu më ka thënë Letiza, se ti ke shumë mik, Haliun. Ka ardhë një sheik nga Dubai dhe ka bërë gjithë rrugën e Pukës. Edhe ka parë burimet duke rrjedhur. Uj ikte dhe ai ese dhe qante. Thoshte si ka mundësi, ku shkon ky ujë? Sepse dije që Dubai s'ka pik ujë. Do me thënë, ne jemi një vënd, unë tani isha në Rajc, ne nuk kalonim do të vetëm nga rrjedhjet e ujit, po jo rrjedhje, po ishin kështu, shatërvan. Do me thënë, dhe ne në Tiranë s'kemi ujë. S'kemi ujë, po mos kemi pompa dhe depozita, ne jemi pa ujë.